Budgetare, Komisioni i Ekonomisë mbasi njohu relacionin e paraqititur nga Drejtoria e Shërbimit Social, njësisht edhe dokumentacionin për shërbimin, edhe në sensibilizimin për zgjedhjet europee që i bërë para disa ditësh në një emision televiziv lidhje me situatën. Njohu tashmë lidhje me gjendjen në cilën ndodhet zoti Devole. Është shpreh dakordësi për kaluar në vendimmarrje propozimin paraqititur nga Drejtoria e Kasës për miratimin e sistemimit zotit Gazar Devole si rezidencë në qendrën e zhvillimit të hetimit dhe qendra Lira. Kuptohet që situata është goxha, bile ne u njohim dhe në materialet fotografike, situata e një të ndryshuar, që kështën dhe duket si njëri i kuzëri. Duket i lidhjes nga ju pak monta stadje. Ka ndryshuar dhe pozitivisht edhe ne shprehim dëshirën që gjendja e tij shëndetësore apo edhe shpirtërore të normalizohet. Kështu që atë kalon në votim. 16 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. Miratohet. Kalojmë në artikullin 2, relacioni për vendimit për dorimin e fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit të mbrojtjes civile. Ushtria e Komisionit Mund të dëgjojmë mendimin e Komisionit të Infrastrukturës. Po, ne kalojmë. Infrastruktura diskutuar artikulin. Thashë për infrastrukturë, për arsye sepse ka bërë nevojën e nëse me këtë arsim nuk ka mendim ose nuk është e Komisioni i Infrastrukturës, Komisioni Ekonomik është dakord për propozimin e paraqititur për miratimin e fondit të kushtëzuar në mbrojtje civile për shkakun 826.55.7. Është vërtet një investim të cilin kanë kohë banorët e asaj zone, po mbase një shprehje thotë në një zonë se kur edhe momenti të organizohet investim, i cili ka të bëjë me situatën në mbrojtje civile në atë zonë në lagjen tek rruga tek Konservaja. Në rruga Uzhgurliu, në rajonin e Gjykatës. Kalojmë në artikullin pro. 16 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. Miratohet. Kalojmë në artikullin 3. Relacioni për vendim mbi miratimin e kërkesës së Bashkisë Berat së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për aportimin e ndihmës financiare për familjen e zotit Leonar Leka, banesa e cilit është dëmtuar nga Shira nga buxheti i Bashkisë dhe buxheti i Vitit të Kresë në Ministrinë e Mbrojtjes Programi Emergjenta Civile. Dhe kjo është diskutuar në Komisionin e Ekonomisë, në një koment. Sipas relacionit paraqititur me Drejtoria e Mbrojtjes Civile, Zonave dhe Transportit dhe Shërbimeve, duke verifikuar dhe gjithë dokumentacionin përkatës, në takim edhe të vendimit që Ministeri nr. 3 i Ministrit nr. 65/2012 shkronjë për Italinë e Rrugë, e cila i jep 50% në takim të kësaj kërkese ligjore, i jep 50% të vlerës preventivuar. Atëherë Komisioni Ekonomik është dakord me propozimin e paraqititur për vlerën 155.915
Shqiptisht në për rastës në që rastë të akesishë, që rastë të jetë domosdoshmë asë njëri, besoj se ka pasur e kushtia së jetë. A ka shumë si këshirë për kaqë kohë, jemi në prezent, nuk ka pas një probleme në bërë, po ja probleme të tila. A jo që do të diskutoja së rejë të shikoja më së shkosh në përparësisë të veç këtëre kjerave, situata e vjetë, e fitës fundit e Kosovë, besoj se ka të në prioritet pa ka shumë, ja jenë e fondi dhe zero, se fondi i në situacion përdojnë në shumë edhe për të pjesë të tjera në vëdica, dhe la përkojë si sodanë, ka bashkjerë të dhëna pas me vëdit, si cilë është fondi të në vitet e dalë dhe në të sumë fondet fundet dhe cilë do jetë në masa, i do marri për bashkë për pravasisë, fondi i do vika e të dhja së negativë në ishte të ndorë të të se këto janë pjesë sporadike që asë njerës besojnë nga ne, duke parë kurse, duke parë dokumentacionit, para gjithë asë juridiko, të për pjesën tjetër shka do të ta ka informacion për përmyjtë që ndodhë në zonë më barë në zonë që një vetë shumë një nga analisat e fundit dhe rejtë të ka krona shumë një rështjera. Mos të edhe njëse animali se këtë pjesë në vetë. Të pjesë ati një të zetë, dhe dërët shumë, dhe këtë pjesë, a ka pohën dhe zetë për të dhe sa të panë në tim bashkja për këtë pjesë, nësa delegacion dhe në punë tilo, apo të dalemi të pjesë e vitit tjetër. Bashkia ka ngritur grupin e punës me orën të kryetarit të bashkisë. Grupi i punës është një terren ku evidenton të gjitha dhënat e shkaktojnë në konflikte, në gjithë territorin e bashkisë Berat. Për fatin mirë në territorin urban nuk kemi raste të evidentuara të rrezikshmërisë së përmbytjeve dhe kjo fakt ekziston në programin e bashkisë. Dhe së grupin në njësitë administrative ku janë evidentuar dëmet në sera, në të mbjella, në toka, në banesa, po evidentohen rast pas rasti sipas çdo problematike. Do ngrihet dokumentacioni për katës që parashikon Departamenti i Ligjorave në fuqi, në bashkëpunim me sinëmbrojtjet e Ministrisë së Brendshme, ne presim të na vidhet në për katëse për grantin akorduar për këtë qëllim. Ne kemi pasur paketën e Ministrisë së Brendshme dhe në momentin që deri për të katëse me grant të akorduara, ne duhet pastaj edhe një shkim të fondeve tona, se grantet që ne do të akordohen për listën që do të në rast të punër pasi do shikojnë mundësi për mbullimin me bashkëpunëtimin e bashkisë, që pjesë të na duhet të kemi bashkëpunëtim për miratin. Por në fazën e evidentimit të ndërtimit e vet. Është duke sepse janë këto parë banesa, janë janë protestë legalizime, sepse janë vetë ligjore të tilla që ne natyrisht do zgjojmë për shkak të vendimarrjes. Nëse një banesë është pa leje, do është përmbytur, nuk ndihmon që kjo banesë pa leje të të rekonstruohet me fondet e pesa paguese. Ndërkohë po shikojmë siç u thash edhe rastet e shumta që janë në toka dhe në të mbjella. Edhe në shkajnë e rritët, po bëjmë një evidenci të numërën e të shkajnë e cilat e administrative. Në mënyrë që të fusim me fondin e emergjencave për buxhetin e vitit të njësë. Vazhdojmë me miratimin. 16 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. Miratori vazhdojmë me ricordato relazione per vendim di miratimin e listës në familje të pasur operatori me vendim e interes të përqin. Kështu fjallën, apo të dyre komisionit. Rezultura ishte një të tajë ishte mund vajtës, që dhe mund të diskutojnë. vlerësimi
faktin se ka përfituesve që janë këtë familje, shqiptarët do të dinë edhe të ditë familje e tjera të shkollit. Asnjë motivi. Ne këtë sugjerim, ne i propozojmë Shiut, miratimin e listës emërore për 9 familjeve, numër 9, të 8 familjeve që do trajtojnë me kredimin interes kreditim. Besoj se në komision u qartësua dhe procedura e shërbitje, pra të praktik fundim kalon në Ministrinë e Linjës dhe që janë në Ministrinë e Finansave dhe në vonë pasaj bëhet përftim në banka. Në kontrol, që ka bërë Komisioni i Vlerësimit në vërton Komisioni i Strehimit, kalon në linjën e institucionet bankare që bëjnë vendin e kredit. Pavarësisht të diferenca në stradisë reale, stradisë tregtare dhe marrjes së kredit për valore në Ministrinë e Finansave. Mirë do ishte që përsa kohë ka fonde të tjera, të merren gjithë po mundësia e marrjes së dokumentacionit të domosdoshme, në ka përbuar, ka për ne sigurëmëri, i ka dhe të mërë. Rozimi është ka dhe të mërë. Me kjerë të sugjerimit të sakrenari në tëmë që masë të duhet dhe një rëmimi qëlimeve, sepse ka një rast konkret, njëri të tim që përfitur, edhe jeshtë ofurë kërdia me qëllimet që kanë qenë para 5 vjetësh. 400 euro me legatorë, me kojtë të garati të fatën janë të përsuar qëllimet dhe të ekonomisën. Që kur t'jeve në ato kredit, që të bëndë të ma punën, ose ndimën që duhet bëjnë, duhet të azhërgonë qëllimet. Se dhe qëllimet të tila asë familje nuk ka mështë që shkejtë. 4 milionë dhe 10 lekë të reja që është vlera e kredis në beratë sot në bugjetat të shqipë. Që të shqipë parësi se ne po indimojme informatë të braku dhe se zhjidhe për dheni të rrë. Relacione për vendim për një shtesë në vendim e Këshillit Bashkiak, në 18/2024, për miratimin e buxhetit bashkisë Berak për vitin 2025 dhe të barë 2025-2027, i ndryshuar shtesë e buxhetit 2025 në fondin që për finansimin dhe projektit në finansim të vuajnë e fondë detajim i saj. Në komisioni, për të suku. Po, si që është shprehu relatori në bazuar në një shkresë nga dërguar në Ministria e Finansave në numër 15/4/2025, e cila ka të bëjë me transferim fondesh për shpenzimin e kapitalit në vlerën 2.138.258 për shpenzimin e kapitalit për duke ka të bëjë me para financimin e projektit financimit të uaj Hegon shifrat janë të lezushme, si dhe mbështetjen e fondit për para financimin në kuadër projekteve të uaj në Ministria e Finansave. Pra kjo është ka është një shtesë ka të bëjë, jo vetëm e të ardhur, por edhe në detaljimin e të si shpenzimin, në shumën 2.138.258. Pensioni i propozohen në Këshillit në ratimin e kësaj shtese ka të bëjë me buxhetin e Bashkisë Berak. Përnderim të suku, kalojmë në ratim. Pro. 16 vota pro. Kundër s'ka. Abstenim s'ka. Miratohet, kalojmë në pikën 6, relacione për vendim në ndryshimin e rregullimit nr. 16 dhe apeletit në 2028 në Komisionin që funksionore la Karta. Përsëri fjalën e kam nga Komisioni i Ekonomisë. Edhe ky relacion ka të bëjë thjesht me një ndryshim të pritjes 2 në Ministrinë e Këshillit Bashkiak nr. 16/53/2025. Pra thjesht ndryshime të shpenzimeve nga një rizë, në
tjetër. Por, ajo që ne kërkuam me shumë kujdes është një zërit investimeve dhe zërit shpenzimeve të tjera profesionale ka ndryshimet kodesh. Mirë do ishte të ishë bashkëpuar në atë kohë, po me gjithatë, derisa relatori e ka paraqititur dhe Komisioni Ekonomik e pa të nevojshme të kalojë vendimari, sugjerimi ishte nëse do vijë shumë shpejt buxheti, të shikohet me kujdes edhe ndryshimi i kësaj vere që është paraqititur në relacion, duke u trajtuar edhe për buxhet. Buxheti që do të ndërtohet shumë shpejt në këtë muaj. Ishte sugjerim. Ja të besoj se nuk ka ndryshim derës, thjesht ndryshime në zërat e numëratuara me vendimin në 16/53/2025. Ka bëjmë të bashkëfinancim, të bashkëpunisë në ratë së bashkëpunisë. Shkoja dash paka shumë vulnerare, nuk shkojnë zëri investime, zëri shpenzime. Normalisht edhe për çfarë do përdoret shpenzimi. Po marrim shembull një pjesë projekte të shpenzimit, por inaugurimi për gjëra të tjera nuk shkojnë në hyrje kjo pjesë e investimit në ndoshta në këtë paradoks, pjesë e investimit për rekonstruksionin e sistemit rregional të shkojnë në pjesë për pjesën e pjesës, siç funksionon në drejtë në radhën e pjesës, do japin këtare në 5-6 milionë lekë dhe nuk i parashikojnë në fund ato. Gjëra të tjera nuk i parashikojnë. Kjo sigur nuk shkon. Nga ky fond jep për investime për pjesë, o do të jetë fond tjetër bashkëpunimi që shojmë le ta bashkojmë në zotin, ose të jetë pjesë të investime. Nuk do të jetë nonsense. Kemi investim në tema. Po kish për të sqaruar që nuk do të pretë fare fondi për infrastrukturën, pra fondi që është për parashikuar për ndërtim është për ndërtim, kur është bërë në fillim kriter, ja nga donatori ka thënë që 1% i caktuar i buxhetit do të jetë për materiale promocionale për projektin, që janë flekalose për qendrën, që do përgatiten si materiale promocionale për qendrën rinore për të përdoruar në Lori, dhe një ceremoni përmbyllëse për të zhvilluar në fund. Tani po bëhet fare zëri ndërtimi. Zëri ndërtimi operativ i cili është detajuar, është detajuar thjesht për të paraqetur të shpenzimeve që ne do të klarojmë në thesar. Pra, ndërtimi nuk do pretet, ndërsa ky zona vete thjesht për efekt të detajimit në thesar. Është e qartë, edhe në negativ. Pro, 16 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. Mirëtor, kalojmë direkt në pikën 8. Relacione për vendim për një shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 108/2024 për miratimin e buxhetit bashkisë Berat për vitin 2025 dhe përpara 2027 ndryshuar, shtesë e buxhetit 2025 dhe transferën e rrogës shëndruar sektoriale për shpërblimin e kundërshtat të angazhuar në shkollën zjarrit të tajimit të saj. Nga sektori ekonomik të Besoj se pika 8 dhe 9 të vendit ditës ka të bëjë me të njëjtin çështje, ka të bëjë me krijimin e fondeve për paketë për shpërblimin e financimeve gjafikseve, por në dy burime financimi, e para ka të bëjë me transfertën e pakushtëzuar sektoriale, e cila ka dalë përcjell Bashkisë Beratit në bazë të aktit normativ në 10/8/2025, për të ndryshimin e shtesës në vitin 2025 për buxhetin e vitit 2025, të ndryshuar si edhe shkresën e Ministrisë Financave në 14/5/11/24/2025, pra në përzbatimin e aktit normativ. Dhe shuma është 3.534.000 lekë, e detajuar si në kosisht në shtesë ka para dhe përdorimin e tyre për punësit e shërbimit të zjarreve të angazhuar në shkuarjen e zjarreve në vitin 2025. Por mos përsëritur të njëjtin gjë edhe me pikën 10, pra në qoftë se kjo ka të bëjë me transferin e përdorur, besoj se është e drejta që bashki, përdoret në rezervë për shpërblimin e punësve në raste të tjera. Propozuesi që është Bashkia e Berat, që konkretisht kryetari i bashkisë, propozon prekjen e fondit rezervë për 7.23 milion lekë për shpërblimin e punësve. Dhe duke i bashkëlidhur të dyja vlerat, edhe grantit akuzuar, edhe prekjen e fondit rezervë, kalon
për studimin e punëzve të trafikës. Besoj se të dyja çështjet i trajtohen në specifikt. È per evaluare tutto lo studio, se vuole formare il video, la traduzione da lì in busca da mai dentro e di più per video da in busca. Il studio deve che c'è tutto un studio che mi dando guarda come che il prossimo film se ci sia tutto. Il prezzo non da dubita razziare nel busca stato da cosa. Le gente parte non mi vuole sapere non va di tutto, non so io se ci prega tutti i temi che le studio sono fondi della terra. Perché essa acho que disse conversões das vendidas que existem, já fondi que já pensar com a teoria. Então essa tudo dia de dentro nós podemos dentro da fonte que isso. Squadra jemi të gjashtë organizim bashkisë, do të thonë vetëm i pagu është me granat të qeverisë, sa të përqendruar në bashkëpunim. Eu vou dando os filhos a aprender. O problema é que nós a gente tem que fazer cartões, porque de nós para todos então, como para resíduo de todo e dia dali bashkit prova società di Milano para a gente para a gente não conseguir com a gente tem um colega que tem coisa toda a cabeça que eu das notas assim Megjithatë, praktikat në raste të tilla vinë nga poshtë lart. Në thënë, nga bashkitë shkon drejt e ministri, ministria e bën kalkulimin për gjithë dhe para të qeverisë. Megjithatë, rëndësi ka që ta do ta marrin vetë vitit, është shpërblim i merituar, është një avantaj për ta që të shtojnë interesin në një votë, por situata besoj se nuk është vetëm një mbrojtje financiare, por që kjo është institucion që shërben edhe si modet të emergjentë. Rasti konkret është rasti një shira e fundit të patën në regjim total. Megjithatë, zakonisht fondi rezervë preket në situata të tilla. Kjo është mbledhje mendore realisht, është se bëhet ndonjëherë. Edhe për kapura fatet ka pesare. Ka një ata të kurë në financiare. Gjashtëdhjetë vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. Pavarësisht të pikave në të evaluar, unë për në miratim. E ke kundër të reklamin. Grazie.
pak një fizitat,